Të shumë e bukur që se ma jepni pak, Rama ka bërë që qëtë projeksionin e kuq. Ka shkuar në kuq aty në një lokal, edhe ka bërë një llogaritje, thot, minimumi 7, minimumi dohen 2021 një sa e bukur, ka bërë dhe këtu. Se ke pra që bëjnë të dillet e këtyre, dillet që bëjnë ta zotërit, edhe thot, në 2021 74, ku që ti kandidat për kryeminist. E ti e di shumë mirë pëse dole një rezultat që dole. Edhe unë e di kam përshtu një pjesë. Pastaj thot, jo, 78, por ku që me ndonë, 88. Tani, mund më thuash pak, keri një gjykim për këtë? Pa diskutim. Si që the vetë, ti e di shumë mirë, unë e di shumë mirë, Spaku e di shumë mirë, dhe ata qytetarë që janë të vëmendshëm e din shumë mirë, që Edi Rama, zgjedhjet e 2021, votat i mori me banda. Dhe Jurgjis Qyrbja, rasti Qyrbja, që se përmend as kush, se përmend as për fat keq, as ky që i thot vetës opozit, se përmendin, janë të zbardhura përgjimet se si vetë mandati Edi Ramës nuk është prodhim i votës lirë, është prodhim i bandave kriminale të Durrësit. Pra është e qartë që në 2021 zgjedhjet, vota shqiptarëve është vjedhur, manipuluar në bashkëpunim me krimin e organizuar. Tani, Fal. Me një e mbas zgjedhjeve doli Departamenti Amerikan Shtetit uroi Ramën kryeminist. Për zgjedhje. Erdhi Blinkeni sekretari i jashtë ministrit. Jo, nëse kemi me doktorin tuaj. Erdhi Blinken tha ky është kryeministri më të mirë që ka, nuk e di tel. Po. Europa, bota, Ballkani, nuk e di. Vetëm se zoti Zhej bën këtë pyetje në emër të opinionit publik, se zoti Zhej ka mjaftueshëm përvojë diplomatike ta di që erdhi edhe Hillary Clinton në 2012 dhe tha shikoni se si vendi më demokratik në botë është Shqipëria, e tha në Parlamentin e Shqipërisë. Mos ngatroni fjalorin diplomatik nga veprat. Vepra më e qëndrueshme e Washingtonit, që flet vetë, është vepër, jo fjalë, se fjalët, prandaj thotë diplomaci, fjalët janë të lira. Ndërsa investimi më i madh i taksa paguesve amerikan është struktura e posaçme antikorrupsion. Po, është e vërtet Blinkeni erdhi madje edhe pse kundër protokollit e gjeti një mënyrë dhe Erion Velia ta takoi. Por sot Erion Velia i fal investimit më të madh taksa paguesve amerikan, strukturës posaçme antikorrupsion, është në kokur të burgut, sepse u kapën 500 qet e mykura, ndërkohë që socialistët e thjesht nuk bën dot një javë pushime. Prandaj interesi më i mirë i aleatëve tanë është interesi më i mirë i shqiptarëve, edhe i socialistëve të ndershëm, jo të atyre të 77-313-ës, dhe ky interes ju çon tek ata që mbështesin me vepra Spakun, dhe në këto zgjedhje e vetmja forcë politike që i mbështet me vepra është koalicioni Euroatlantik, është numri 4.